Gazmend Buçpapaj, i cili u arrestua mbrëmjen e të hënës në Tropoj, si autori vrasjes së Egli Pashollarit më 20 shkurt të ish parku, është marrë në pyetje nga policia për krimin e ndodhur. Gjatë dëshmisë së tij para bluve, ai ka pretenduar se vrasjen e ka kryer në kushtet e vetmbrojtjes. Sipas tij, pasi ka marrë gruan nga puna është nisur për në spital, ndërsa ka pretenduar se viktima kishte bllokuar rrugën dhe e kishte ofenduar pasi Buçpapaj i ka rënë Boris. Mëtej ai tregon se pasi ka ecur dhe rreth 100 metra, Pashollari ka zbritur nga makina dhe ka sharë sërish. Ndërkohë edhe në dëshminë e dhënë nga gruaja e tij, Laureta Buçpapaj, sherrri mes bashkëshortit të saj dhe viktimës nisi për bllokimin e rrugës. Pas ditën e 20 shkurtit, Egli Pashollari u godit disa herë me thik pas shpine dhe fatkeqësisht ndoroi jetë rrugës për në spital. 31 vjeçari u dërgua në spital nga dëshmitar në vendngjarje, por mbërriti pa shenja jete. Ndërkohë autori pas ngjarjes u arratis, ndërsa u arrestua mbrëmjen e 2 marsit në Tropoj.